Desha të përshëndes Edën me këtë video mesazh, të cilës ju uroj të jetë mirë, dhe m'kelan pa fjalë se ke tash mbi një vit që s'ke ardhur, dhe mbas një viti u duke përsëri, dhe të falenderoj sinqerisht për respektin që ke pas ndaj meje. E kam prit edhe prej tjerëve që kam pas besim, por kanë zgjedh me respektu fakët më shumë, se aty është rruga më shkurt, dashuri që ka më shpejt dhe jeta më shkurtër. Nëse kjo është pjesë e tyre të bajnë çfarë duan, s'unë kam jetën teme, por për një vajzë që të rri mbi një vit dhe nuk e harron rrugën, vjen përsëri, kjo tregon se ke pas sinqerisht respekt shumë ndaj meje, dhe shumë faleminderit për teje. Uroj që një ditë sipas kohës, pse jo, mund të pijmë edhe një kafe, shpresojmë. Dhe ti është mirë, se çdo gjë ka kohën e vet. Ke unë do të jesh ajo si ke qenë përpara, pas një me dyshë. Ja ke lënë vendin vetës me të shudhën qiell, me lavdërime. Unë nuk kam shumë me bëj lavdërime, po se i bie se sigur se po baj teatr, po sinqerisht për Zotin ta them me plot shpirt dhe zemër, m'kelan pa fjalë. Uroj të jesh mirë dhe shumë faleminderit.